بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد الله جل جلاله أفلندرويم krijuesin e gjithësisë, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dashurin e zemrave tona, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, shokët e tij besnik, fisnik dhe trima, dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë, e trasojnë dhe përcjellin sunetin e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të dashur vëllezër, ne edhe më tej vazhdojmë me serialin të cilin e kemi filluar më herët, sunete të harruara. Sot me lejen e Allahut azza wa jall do të vazhdojmë me disa sunete që kanë të bëjnë në lidhje me ezanin, thirrjen e ezanit. Suneti i parë që ka të bëjë në lidhje me ezanin është ndjekja e muezinit apo përcjellja e muezinit kur ai e thirr ezanin, përcjellja e ezanit fjalë pas fjale dhe gjithashtu përcjellja e ikametit fjalë pas fjale. Ne të gjithë e dim dhe kemi ndëgjuar për përcjelljen e muezinit kur ai e thirr ezanin, ndërsa shumica e neve, shumica prej nesh nuk e din se siç është sunet që të përcillet ezani, është sunet të përcillet gjithashtu edhe ikameti. Mirë, po para se me fillu me i spjegu hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për vlerën e përcjelljes së ezanit, kisha dash që të tregojmë së pari definicionin e ezanit në terminologjinë sheriatike. Cili është pra definicioni i ezanit? Definicioni i ezanit do të thotë njoftimi për hyrjen e kohës së namazit me fjalë të posaçme dhe të përcaktuara nga sheriati. Pra definicioni është njoftimi për hyrjen e namazit. Nëse të dikush të pyet çka do të thotë ezan në terminologjinë sheriatike, i përgjigjesh njoftimi për hyrjen e kohës së namazit me fjalë të posaçme dhe të përcaktuara nga sheriati, pra nga ana e Allahut azza wa jall dhe Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, që do të thotë nuk lejohet që për namaz të thirret me ndonjë mënyrë tjetër, me ndonjë formë tjetër, përpos se ajo që është na përcjell neve prej anës Allahut azza wa jall dhe Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Normal se edhe ezani i ka dispozitat e veta, mirë po ne nuk do ndalemi të trajtojmë temën e ezanit në pika të detajuara, shkaku se ky nuk është ders i fiqhut, po është ders të cilët neve e përcjellim vetëm disa prej suneteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjatë thirrjes së ezanit. Pra suneti i parë që ka të bëjë me ezanin është përcjellja e muezinit, përcjellja e fjalëve të muezinit edhe në ezan edhe në ikamet. Transmetohen nga Abu Sa'id al-Khudriu radhiyallahu ta'ala anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Idha sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ta dëgjoni thirrjen e ezanit, thuani ashtu siç thot muezini. Pra përcjellni fjalët e muezinit ashtu siç thot ai, thoni edhe juve. Pra nëse thot muezini Allahu akbar, edhe ti thua Allahu akbar, Allahu akbar. Këtë hadith e transmeton Imam Buhariu, Muslimi, Abu Daudi, Tirmidhiu, Imam Nesai dhe Ibn Majah rahimahullahu taala. Hadithi i dytë që ka të bëjë me vlerën e përcjelljes së ezanit, që transmetohet nga Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thot: qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha qala al-muadhdhinu Allahu akbar, Allahu akbar. Kur muezini të thot Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi. Fa qala ahadukum, dhe ndonjëri prej jush, pra nëse e përcjell ezanin thot Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi. Pastaj kur thot muezini, ashhadu an la ilaha illa Allah, dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me merit posa Allahut azza wa jall, edhe ti e përcjell dhe thot dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me merit posa Allahut azza wa jall. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur thot muezini ashhadu anna Muhammeden rasulullah, dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut azza wa jall, edhe ti thua e përcjell muezinin, dëshmoj se nuk ka të adhuruar, dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut azza wa jall. Pastaj thot kur muezini thot hayya ala salah, kur muezini thot ejani në namaz, ejani në namaz, çka duhesh ti me thënë? Ti atëherë këtu e ndron, këtu nuk thot siç thot muezini, na ka ardhur në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ti thot la haula wala quwwata illa billah, nuk ka forcë dhe as ndryshim pa lejen e Allahut azza wa jall. Gjithashtu kur thot muezini hayya ala al falah, ti thot la haula wala quwwata illa billah, nuk ka forcë dhe as ndryshim pa lejen e Allahut azza wa jall. Cila është urtësia e këtyre fjalëve vllazni, pse këtu ndryshon? Domethënë dhe themi nuk ka forcë dhe ndryshim pa lejen e Allahut azza wa jall. Shkaku është, kanë thonë dietarët, urtësia është se nëse Allahu azza wa jall nuk t'jep forcë, nuk ta mundson që ti përgjigjesh muezinit, nuk do të kesh mundësi që ti përgjigjesh muezinit. Sa njerëz kalojnë pranë xhamiave kur ezani thërret dhe kur muezini thot ejani namaz, megjithatë ai nuk i përgjigjet dhe nuk mund që të afrohet dhe të qëndron me besimtarët në xhami. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj thot muezini Allahu akbar, Allahu akbar, edhe ti thua Allahu akbar, dhe pastaj në fund thot la ilaha illa Allah, dhe ti thua la ilaha illa Allah, nuk ka të adhuruar tjetër me merit, nuk ka zot tjetër pos Allahut azza wa jall. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e thot la ilaha illa Allah min qalbihi dakhala al janna, ka thot la ilaha illa Allah sinqerisht, thot prej zemrës së tij do të hyjë në xhennet. Allahu akbar. Parëndoni vëllezër, ne kemi treguar se prej të abdesi besimtari vazhdon të futet në xhennet në të gjitha veprat sunete që i praktikon. Prej në abdes e deri në ezan, e mos të flasim pastaj kur do të flasim për sunetet e namazit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse thot la ilaha illallah min qalbihi dakhala al janna, nëse thot la ilaha illallah prej zemrës së tij do të hyjë në xhennet. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi dhe Abu Daudi. Shumë prej dietarëve thuan se preferohet edhe në ikamet që të përcillet muezini dhe të thot të njëjtat fjalë që i thot muezini, që i thot ai i cili e bën ikameti. Qala ibn Qudama wa yustahabbu an yaqula fi al-iqamati mithla ma yaqul, thot ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu taala, preferohet, është e pëlqyeshme që edhe në ikamet të përcillet dhe të thot njëjtë sikurse që thot muezini, dhe kjo është edhe fetvaja e komisionit të përhershëm për fetvajat në Arabinë Saudite, të cilët thuan se preferohet që të përcillet edhe muezini, edhe ai i cili e bën ikametin me të njëjtat fjalë. Ka ardhur me një hadith të dobët ku thuhet se kur thuhet qad qametis sala, me thon aqamaha Allahu wa adamaha, Allahu e bëft të qëndrueshme dhe të vazhdueshme. Mirpo ky hadith nuk është i vërtetuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj kur thot muezini qad qametis sala, thomi edhe neve qad qametis sala, Allahu e din më mirë. Pastaj sa i përket sunetit të dytë, që pas ezanit me i dërgu shka pejgamberit sallallahu alaihi wasallam salavat, me i çu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam salavat, dhe me lut Allahun azza wa jall që t'ia jep pejgamberit sallallahu alaihi wasallam al-wasila, atë pozitën e lartë që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lutni Allahun azza wa jall që të ma jep atë pozitën e lartë, al-wasilata wal fadila. Transmetohet nga Abdullah ibn Amr ibn Asi radhiyallahu ta'ala an, i cili thot
se e ka dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Idha sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqul." Kur ta dëgjoni muezinin, përsëritni pas tij të njëjtat fjalë siç ai i thot gjatë ezanit. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi ta përfundon ezanin, me njëherë çka preferohet me i dërgu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam salavat. Thumma sallu alayya. Pastaj thot dërgomni salavat mua. Nga se ai i cili më dërgon thot, fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Nga se ai i cili më dërgon thot mua një salavat, Allahu azza wa jall atij do t'i dërgon 10 salavate. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pas salavatit çka është sunet? Thumma salullaha li al-wasila. Pastaj lutni Allahun azza wa jall që të ma jep mua wasilen. Wasila është ajo pozita e lartë në xhennet. Çu ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha manzilatun fil jannati la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah. Nga se wasila është një pozitë në xhennet, një pozitë e lartë në xhennet që nuk i takon askujt tjetër përveç se një robi prej robërve të Allahut azza wa jall, dhe shpresoj wa arju an akuna ana. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shpresoj që ai robi Allahut azza wa jall të jem unë. Dietarët kanë thonë se shpresa e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këtu e thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë shpresë në formë modestie, kurse me të vërtet do të jetë ai i cili i takon kjo pozitë do të jetë kush? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj cila është vlera e kërkimit dhe lutjes Allahut azza wa jall që t'ia dërgon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në këtë pozitë të xhennetit, thot faman sa'ala li al-wasilata hallat lahu ash-shafa'a. Thot nga sa ai i cili lut Allahun azza wa jall që mua të ma jep vasiletin, të ma jep që këtë pozitë të lartë në xhennet, do të i mundsohet, do të i bëhet obligim ndërmjetësimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që Allahu azza wa jall të t'i shlyn gjunahet në ditën e gjykimit. Parandoni o vëllezër se sa vlerë të madhe kemi pra edhe te ndjekja përcjellja e ezanit, pastaj dërgimi salavat ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e pastaj lutja Allahut azza wa jall për këtë pozitën e lartë, vasiletin që ta jep pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ti e meriton ndërmjetësimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj gjithashtu pas ezanit preferohet që të bëhet një dua. Thot transmeton Jabir ibn Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, man qala hina yasma'u an-nida, kush thot kur e dëgjon ezanin, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma, o Zot i kësaj thirrjes së plot, was salatil qaimati, dhe i namazit që do të falet. Pra namazit që do të falet tash. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ati Muhammeden il wasilata wal fadila. Thot i jepja Muhammedi sallallahu alaihi wasallam al wasila, treguam pozitën e lartë në xhenet, wal fadila, dhe ngreje, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu. Thot dhe ngreje Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në pozitën e lartë që ja ke premtuar, hallat lahu shafa'ati yawm al-qiyamah. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do ta meritoj ndërmjetësimin tim në ditën e gjykimit. Këtë hadith e transmeton Imam Buhariu, Abu Daudi, Tirmidhiu, Nesaiu dhe Imam Ibn Majah rahimahullahu ta'ala. Pra që kjo është suneti i dytë që preferohet me i dërgu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pas ezanit çka? Salavat. Dhe pastaj me e bë këtë dua që me lut Allahun azza wa jall që t'ia jep pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pozitën e lartë në xhennet. Pastaj vëllezër suneti i tretë që preferohet pas ezanit është thënia, edhe këtë shumë pak për njerëzve për fat keq e praktikojnë, nga se nuk i kanë mësuar dispozitat e ezanit dhe rregullat e ezanit dhe çka thuhet gjatë kohës se ezane e dim vetëm një, shumica e din vetëm një dua, e din se duhet përcillet muezini në ezan, nuk e din shumica se duhet përcillet, është sunet dhe pëlqehet gjithashtu që të përcillet edhe në ikamet, pra mund themi se ky është një sunet i harruar, përcjellja e muezinit gjatë thënies së ikametit. Gjithashtu edhe ky sunet i tretë tash do ta përcjellim, edhe ky thuaj se është i harruar ose një pakicë njerëzve e praktikojnë thënia
raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammedin nabiyyan wa rasula. Edhe kjo thënie preferohet që të thuash jam i kënaqur me Allahun si Zot, wa bil islami dinan, dhe me islamin si fe, dhe me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si pejgamber. Pra preferohet që pas ezanit të thohet edhe kjo dua. Transmeton Sa'd ibn Abi Waqqasi nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili thot: "Man qala hina yasma'u al-mu'adhdhina", kush thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e dëgjon muezinin, "Ashhadu an la ilaha illa Allah", dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me merit pos Allahut Azza wa Jall, nuk ka zot tjetër me merit pos Allahut Azza wa Jall, wahdahu la sharika lah, i vetmi dhe pa ortak, Allahu Azza wa Jall, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i Allahut Azza wa Jall. Pastaj thot: "Raditu billahi rabban", jam i kënaqur me Allahun si Zot, wa bi Muhammedin rasula, dhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si i dërguari i Allahut, wa bil islami dinan, dhe islami si fe, ghufira lahu dhanbuhu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i shlyhen atij gjunahet. I shlyhen atij gjunahet. Këtë dua, dietarët kanë diskutuar kur duhet të thënë kjo dua. A kur thot muezini në fillim ashhadu an la ilaha illa Allah, apo kur thot la ilaha illa Allah në fund të ezanit? Dietarët janë ndarë në dy mendime. Imam Nawawi anon se kur thot muezini në fillim ashhadu an la ilaha illa Allah, atëherë e thot këtë: ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammedin rasula. Atëherë preferohet kur thot në fillim të ezanit. Ndërsa dietarë të tjerë, siç po centon dhe Imam Mubarak al-Furi rahimahullahu taala, Mubarak Furi rahimahullahu taala, thot se kjo dua preferohet që të bëhet në fund të ezanit, kur thot muezini la ilaha illa Allah, dhe ky është mendimi më i fortë, Allahu e din më mirë, për shkak se nëse, siç e përmend Imam Mubarak Furi, Allahu e mëshiroft, se nëse ky angazhohet me këtë fjalë kur e thot muezini në fillim ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, ka mundësi thot që i humb shumë prej fjalëve pastaj të ezanit, nga se vënohet në thënien e kësaj dhe muezini vazhdon me fjalët tjera të ezanit, e ky vënohet. Për këtë arsye thot më mirë është që këtë dua ta lën për në fund të ezanit. Allahu e din më mirë. Pastaj vëllezër, suneti tjetër që duhet të praktikohet, edhe një pjesë të njerëzve e praktikojnë, alhamdulillah, është duaja, lutja pas ezanit. Është sunet që njeriu të lutet pas ezanit, nga se është prej kohëve që Allahu Azza wa Jall i pranon lutjet. Transmeton Sahel ibn Sa'di se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: në dy kohë lutja nuk refuzohet. Në dy kohë lutja nuk refuzohet. Lutja pas ezanit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe lutja kur fillon të bjen shi. Në këto dy kohë preferohet që besimtari të bën lutje. Gjithashtu suneti tjetër me radh, çka të bëjë në lidhje me ezanin, është duaja mes ezanit dhe ikametit. Është sunet që të bëhet dua dhe lutje, të lutesh Allahut Azza wa Jall mes ezanit dhe ikametit, nga se duaja nuk refuzohet. Transmeton Enes ibn Malik se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: lutja nuk refuzohet, nuk kthehet mbrapsht mes ezanit dhe ikametit. Këtë hadith e transmeton Imam Abu Daudi, Tirmidhiu, dhe hadithi është i vërtet. Ndërsa në një transmetim të Imam Ahmedi thot: me të vërtet, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me të vërtet lutja nuk refuzohet mes ezanit dhe ikametit, andaj drejtoni Allahut Azza wa Jall lutjet e juaja në këto kohë. Lutim Allahun Azza wa Jall që të na bën prej atyre të cilët janë të kujdesshëm në ndjekjen e sunetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, nga se në ndjekjen e sunetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është me të vërtet shpëtimi edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër, është lumturia edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Allahu e din më mirë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.